Pastroni veshkat, stomakun dhe përmirësoni shëndetin e trupit tuaj vetëm me këtë pije. Ja si ta përgatisni. Lule radhiqe është një nga bimët e njohura prej mira vitesh si një nga efektet më të mira në lehtësimin e një sër komplikacionesh të shëndetit. Ajo detoksifikon mëlçin, rregullon nivelin e kolesterolit, lehtëson alergjitë si dhe është e mirë edhe për gra shtatzana dhe gratë në menopauzë. Kjo bimë është shumë e mirë për konsumin e rregullt në pranverë në muajt e prillit, por edhe mund të përdoren në forma të ndryshme nëse e keni të thatë në shtëpi. Gjethet e saj janë të larta në vitamina dhe mund të lehtësojë edhe shumë komplikacione. Mund të përdoren në sallata, në ushqime të ndryshme dhe mund të ndihmojnë në humbjen e peshës dhe të merrni ushqyezit e nevojshëm. Lulet e saj janë përdorur në përgatitjen e shuruprave, të cilat pastrojnë gjakun, ndihmojnë në tretjen dhe heqin kollën. Çaji lule radhiqes është një bimë e cila mund të coptëzohet dhe të përdoret në forma të ndryshme. Ajo mund të ofrojë dhe lehtësime për shëndetin tuaj. Nëse vuani nga ndonjë komplikacion dhe merrni medikamente, përpara përdorimit konsultoni me mjekun.